Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja të kemi sërish së bashku këtu tek fati ynë për të vijuar në fakt në këtë të diel me parashikimin e javës 26 janar deri më 1 shkurt. Uroj fillimisht jeni duke kaluar një të diel sa më të këndshme dhe faleminderit që zgjidhni të na ndiqni ne dhe të ndani këtë mëngjes të diele me mua dhe Jorgo. Jorgo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi, kënaqësi, unë uroj dhe të gjithë shikuesve kudo që na ndjekin në Shqipëri apo në diasporë, një të diel të mbar. Do jetë e mbar që s'kemë të, për 1000 arsye. E para është sepse ndikimet dhe favorizimet që kanë të bëjnë, kemi një trekëndësh për ditën e sotme, ku Mërkuri që ndikohet shumë me afër ditën, ku na jep mundësi nga dreka që neve të bisedojmë, të shikojmë çfarë do të bëjmë dhe të mendojmë për javën që vjen. Sepse kjo javë ka shumë gjëra në brendësi të vet që duhet pasur dhe vëmendjen, por njëkohësisht na jep dhe mundësinë që neve të ecim përpara. Por në rastin konkret, shenjat që kanë një ndikim më të madh, që do të jenë më të vëmendshme, janë shenjat e zjarrit, siç është dashi, luani dhe shigjetarët. Por në anën tjetër, ka një ndikim shumë të mirë, sepse lidhen me punën aktuale, për një punë që për niset në këtë javë ka dhe mundësi të arta për vazhdimsinë dhe kohën e duhur kur ndodhin fenomenet. Por neve tani do t'i flasim të gjitha, por të bëjmë një hyrje mbi ndikimet planetare në aspektet planetare, ku duhet bëjmë kujdes dhe pse duhet bëjmë kujdes në çështje të rëndësishme. Atëherë fillojmë me datën 26. Data 26 kemi një ditë të shënuar, ditë shumë e rëndësishme, e veçantë. Neptuni në Dash do të thotë që do qëndrojë në shenjën e Dashit deri në vitin 2039. Thotë një kohë shumë gjatë. Dhe duke sinjalizuar ndikime të mëdha, çështjet e reja, veprime impulsive, çështjet e vetvetes dhe frymëzime të tjera. Kjo ditë përkon shumë me disa ndryshime shumë të mëdha se kanë pasur në kohra në ndërshekuj, që do të thotë dhe mundësi që jepen, por koha më ndikuese që e ka shënuar në rastin konkret për sa i përket Neptunit ku ka qenë në Dash, në ndikimin që ka qenë, po kuptojmë të lexojmë për shembull lufta civile amerikane, që ka qenë në vitin 1861 deri në vitin 1865. Po të shikojmë 1865, që do të thotë me 2026, por të shikojmë lëvizjet që ndodhin. Dash besojnë, dash mos e besoni. Çfarë ndodh në jashtë Shqipërie, nëpër botë, dhe çfarë po flitet. Çfarë do të kuptojmë do kemi luftë? Jo. Do kemi problematika? Shqipëria jo. Sepse Shqipëria është kërthisa e gjithë botës për mua, pra të unë se kam studiuar dhe studioj, dhe është Zvicë e dytë. Shqipëria gjithmonë ka qenë tranzit, gjithmonë njerëzit kanë kaluar është një urë lidhëse për gjithë botën dhe Europën. Në rastin konkret, kemi një ndikim shumë të madh në këtë ditë, dhe kjo do të thotë që ndikimet që do të kenë Dashi, Gaforia, Peshorja dhe Bricjapi, por kjo do të thotë që të jemi këmbë tokë, çfarë do të bëjmë? Dhe kjo që unë e thash pak më parë, shenjat e zjarrit. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi. Kemi datën 27 janar. Çfarë ndodh me datën 27 janar dhe ku mund të ndikojnë gjërat? Që Marsi në lidhje me Plutonin në ujor, një kënd shumë i fuqishëm që ndikimin e mundësive të menaxhimit ekonomik dhe çështjet punës, kënde pozitive ne japin motivin për të ecur përpara me këmbë në tokë. Dhe ndikimet më të mëdha që do të kemi dhe çështjet e punës dhe të karrierës. Ajo që do të kemi në këtë drejtim është pasioni, është ajo që neve me fanatizëm i diçka të vërtet edhe ato që neve kërkojmë të bëjmë. Është një ditë shumë e rëndësishme për sa i përket vazhdimësisë, për sa i përket korrektësisë në gjërat e mëdha që do të diktojnë, do të ndikojnë. Kemi datën 28. Data 28, edhe pse me ndikimet me aspektet pozitive që do zgjasin disa ditë, është mjaft pozitive dhe kjo do thotë në çështjet e punës, në lidhje me mundësitë, në lidhje me kohën, në lidhje me vendimet. Por përfitimet që kanë bëjnë Demi, Luani, Akrepi, Ujori të 10 ditë të parë, ose ata që kanë në fund të 10 ditë të tretë, ose ascendente, kanë ndikime shumë të mira sepse lidhen dhe me kuptimin asaj çka bën, kuptimin asaj çka duam. Dhe gjithashtu kemi datën 29. Data 29 janar, Mërkuri në Ujor që formon një kënd shumë të mirë me afërditën, një kënd pozitiv, komunikimin, kontaktet, shprehjet, mundësitë, veprimet dhe vendimet të rëndësishme, dhe lidhjet, njohjet e reja, momente që kanë bënë, dokumentacionet që kanë bënë, dhe kjo do të thotë ndikime shumë të mëdha, edhe udhëtimet të rëndësishme që kanë bënë ujorët, peshorët, binjakët të 10 ditë të dytë, ose ata që kanë diellin në këto shenja. Kjo do të thotë një ndikim mjaft të mirë në lidhje me pozicionimin e planeteve, që na jep mundësinë dhe kohën e duhur mbi çështjet që neve kemi. Kemi datën 1 shkurt. I muaj të mbar të begat ju urojmë, sepse muaj jemi afër muajit shkurt.
Muaj fillon me një hënë, me indikim të hënës në Luan, ku kjo do thotë, sepse gjithmonë kur kemi hënën e plot, na jep edhe të mundësi dhe rëndësinë e veçantë në anën tonë. Dhe kjo hënë e plot me trekëndshme Neptunin, që në kundërshtim me Marsin, nga njëra anë ekziston frymëzimi, mundësia, krijimi. Nga ana tjetër, do të pasë kujdes nga gënjeshtrat ose thashathemet paskrave. Prandaj duhet jemi shumë të kujdes, sepse ka të bëjë në konkurrencë me tensionit, se kur i ke konkurrencë ose nuk je në sinkronin e duhur, nuk diskutohet që ka debate, ka probleme. Tu duhet kemi shumë kujdes, sepse ai kujdeset më tepër dhe nuk debaton, vërtet ka të drejtë, por nuk debaton, është më i fituari dhe më i lumturi i jetës, sepse ka të bëjë shumë me ndryshime, ka bëjë shumë me gjëra të mëdha, nuk është e thënë sepse ose sa do fitoj dhe sa do humbas, sepse nuk po bëjmë dy luftim. Prandaj duhet pasur shumë kujdes. Vërtet e drejta më vonë kur zbehen debatet ose qetësohen, atëherë thotë më pas drejt pse grindemi kot për një arsye. Në çështjet e tjera kemi të bëjmë në përditshmërinë, qëllimet tona, mundësitë që neve kemi, por do të kenë pa kujdes jo të debatojnë, sepse unë e thjeshtoj këtë për mirë arsye. Ka të bëjnë Demi, Luani, Akrepi, Ujori të 10 ditë parë. Kanë të drejtë. Drejtësia nuk ka lumaj që ka. Në anën tjetër, momenti që flasin ose çështje që arrin të bëjnë diçka në problematikat e tyre, kjo nuk do të thotë se është një gjë që nuk shkon ose një gjë që është mjaft ndikuese, por gjithsesi kjo periudhë është periudha më e mirë dhe më pozitivja të kësaj jave. Pra, na sjell shijen, na sjell ata që neve kërkojmë, por nga ana tjetër duhet jemi shumë kujdesshëm sepse ngadonjëherë neve me sigurinë tonë, domethënë është java, ta marrim kështu. Jep Zoti bereqetin me dreqithesin. Kjo duhet pasur kujdes pra. E kemi mundësinë, a jemi në gjendjen e ta ruajmë? Kjo është çështja. Dhe të ruhemi nga gjërat që neve nuk na pëlqejnë, ose të na flasin pas krave, ose më mirë të flasin ballë për ballë, dhe është më mirë se sa ata që flasin pas krave, edhe të jetë gabim, s'ka problem. Ata atë punë do kenë, sepse do flasin, janë të lindur për të folur, janë të lindur për të debatuar, por që nuk e kuptojnë njerëzit, ose i thonë fjalë me budallaj nuk merresh. Hapi rrugë. Ne të ruajmë qetësinë thua dhe të shijojmë kohën. Ta jetojmë ato në mënyrën më të mirë të mundshme. Tani, le të fillojmë me 12 patjetër. Duke qenë se e përmbyllëm të pjesën e ditëve, që ti na cakton çdo ditë se si ku duhet kemi kujdeset më të mëdha. Tani do të kalojmë në një tjetër moment të këtij emisioni për të parë pikërisht parashikimin e 12 shenjave, se çfarë kanë parashikuar yjet, si janë ndikimet planetare, por përpara se të fillojmë do të ndjekim siklin dhe rikthehemi më njëherë në studio. Le të fillojmë, Jorgo, me shenjën e parë, ç'do të na thuash? Për shembull, çfarë do themi? Shumë kemi për të thënë edhe shumë gjëra do të ndikojnë. Kemi shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se për ju të kësaj shenje, siç e theksuam në fillim të emisionit, shenjës së dashit kanë një ndikim, shenjat e zjarrit, kanë një ndikim shumë të madh, sepse lidhen shumë me punën, lidhen shumë me ndryshimet të mëdha që do të kenë, lëvizjet që do të kenë, momentet që do të kenë. Por ditë që parë, ditë që tretë është më i favorizuar në një farë mënyrë, por duhet pasur edhe kujdes, janë më të kërkuarit në lidhje me punën e tyre. Për disa të këtyre 10 ditëve kanë një ndikim shumë të madh në lidhje me lëvizjet e vendeve të punës, kanë të bëjnë me pakënaqësitë që ndodhin në raste konkrete, po dashi nga njëra anë mund pret lajme shumë të rëndësishme, por për ato që kanë për shembull kanë mbyllur një punë, një çështje për shembull kanë bërë disa kontrata dhe e kanë mbyllur atë kontratë me 5 lekë. Do vini një moment, një telefonat që mund të bëhet për këtë javë, për shenjës së dashit, edhe do thonë ai 5 lekë që kemi thënë 5 lekë është pak shumë, nëse juve bini në ujdi me 3 lekë, hajde të bisedojmë sepse nuk del llogaria. Në rastin konkret të tillë, duhet pasur shumë kujdes në shenjës së dashit sepse ata e dinë shumë mirë ku shkojnë dhe çfarë do të bëjnë ata që ju merrni punën. Por juve, ajo që është drejtësia juaj, mundësia juaj, edhe me 3 lekë merreni do më kujtoni pse, se ju e dini shumë mirë sa kohë do, për shembull të bësh një punë, se sa kohë të merr sepse je marrë me këtë punë, dhe ti e di shumë mirë. Punë e madhe do thua, unë do e marr këtë, një herë për inat. E dyta se në shqiptare ka këtë. Një herë për inat, dhe një herë unë do ta bëj sepse jam unë. Pra dashi jam unë. Thot dashi gjithmonë. Dhe mirë thot, di ku do të shkoj. Përshpejtoj gjërat. Kanë guvernatorin Marsin, kanë bukurinë, kanë atë që ata janë dhe dinë çfarë bëjnë. Pra mos e neglizhoni, mos e thoni që jo, nuk e marr. Miropafshim. Asnjë njeri në këtë botë nuk është i pazëvendësueshëm. Kuptojeni këtë dhe unë kaq them. Ju bëri si të doj e bardha zemrës tuaj. Në rastin konkret,
në çështje kanë bërë me dashurinë. Lidhje me dashurinë, shenjës së dashit kanë disa mundësi, por do të kenë kujdes ditën e hënë ose ditën e premte nga debatet, sepse për një debat vogël pa vlerë mund të shkojë gjërat mund të shkojnë keq, pra duhet pasur shumë kujdes nga debatet. Raste konkret, lidhje që kanë bëjnë me luanët e diçit parë, lidhjet me shigjetarët e diçit të tretë, duhet të jenë shumë të vëmendshëm, të kujdesshëm në rastin konkret, sepse mund të prishen shumë ekuilibra dhe nuk është pirën e tyre. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që ka etje për dije dhe do që të arrijë në maksimumin e vet, që këta janë të shenjës së demit. Demi si shenjë toke jep disa mundësi në raste konkret, lidhje me punën e tyre, lidhje me korrektësinë e tyre, por kanë dhe disa gjëra të tjera, sepse me vazhdimin në kohën e dur, momentin e dur, mund të kanë shumë punë dhe çështje të tjera që do të kenë, por me lëvizjet që do të bëhen, ose ju do një punë që të shikoni se çfarë do të bëni, ku do të shkoni, ose periudha kur ndodhin fenomenet, për sa i përket anës financiare, lidhe me një punë të dytë, një burim të ardhurave të dyta, është e mundur të ndodhi kjo, dhe koha ka treguar që ju jeni me shumë fat në këtë aspekt, dhe momentet janë mjaft pozitive sepse për arsye të kohës, për arsye të vendimeve që mund të merrni, është momenti juaj. Dhe për juve që keni lidheni shumë me punën, me artin, për shembull, me evente, juve që keni të bëni sepse demi ka bukurinë dhe qetësinë e brendshme dhe mundësinë që i jep vet natyra, dhe këtu do të keni shumë kujdes sepse nga disa gjëra që mund të ju ofrohen, mund t'ju ofrohet diçka shumë e madhe për punë ose diçka që mund të thonë që hajde bëjmë kontratën sot. Mos e pranoni këtë sot për sot, sepse është diçka shumë gabim dhe këtu futeni në probleme, në gjëra dhe nuk do të dilni të fituar. Po çfarë mund të bëhet? Të ja lini kohës, do ishte më mirë, sepse të dini një gjë, është njësoj disa gjëra që ndodhin, njerëzit nuk e kuptojnë dhe shumë këtë, është që mund të jetë një punë shumë e rëndësishme, e keni të domosdoshme, sepse aty neve themi gjithmonë, unë si astrolog them, shejtani qëndron në vendet e imta, aty nuk të padukshmet, dhe aty të prish Terezin. Atë që mos e japim këtë të mirë, shejtanit dhe çfarë do të bëjmë? Atë në rastin konkret që vjen një punë shumë e rëndësishme, dhe themi që po, kjo do të bëhet, edhe unë kam shumë të domosdoshme, por më ofron në vlerë paraje, edhe thonë, po unë do e marrë sot, ta bëjmë kontratë sot, mos më marrit dikush nesër. Tu problemi më i madh që neve bëjmë. Nuk duhet nxitohemi pra. Tu do të themi. Sepse shpesh herë është e vërtetë. Kjo disa vendime në nxitime sipër. Unë kam thënë dhe them të madhe. Këtu do të themi eci avash sepse nxitoj. Në rastin konkret, është njësoj si buka. Kur e merr nxjerr bukën të nxehtë, nuk është e shëndetshme. Buka do të qëndrojë pak një ditë. Atëherë të qëndrojë një ditë, atë çfarë do thotë? Ngandalsohen, rregullohen, stabilizohen, pastaj është e pranueshme dhe e ndjen shijen e asaj buke. Kur është nxehtë, si nuk e nxjen asgjë, dhe përveç se të dëmton. Edhe rasti konkret, të dëmton. Është dëmtimi më i madh që mund të bëhet dhe mund të shkatërrohesh dhe mund mos dalësh i fituar, sepse është i, nuk është të i, prandaj, kujdes, në këtë aspekt se do të vinë të mundësi përsa përket kësaj shenje. Lidhjet që kanë të bëjnë me britësjap të dhjetëdhjetit parë, luan të dhjetëdhjetit të tretë, është diçka shumë pozitive. Madje kanë mundësinë, një njohje që mund të kenë tani, mund të kthehet lidhje serioze direkt. Dhe është kjo një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv përsa përket zgjidhjeve dhe çështjeve që kanë bëjnë me anën shpirtërore. Po, nëse ju e shikoni, e ndjeni, sepse dashuria është ndjesi, dashuria është jetë, dashuria është mundësi, familje dhe korrektësi. Por nëse janë të dy palë korrekt, asnjëherë nuk futet njeriu tret në mes. Se ato që shikojmë ne prishjen në një familje, kur vëzë pyet pse, thot për një fjalë goje. Por fjalë goje nuk ka shansen këtë botë, se sa fjalë kemi thënë dhe sa do themi, edhe pra të prishim për fjalë goje nuk ka diçka tjetër ndodh. Dhe kjo është ajo problematika më e madhe që neve kërkojmë dhe e kërkojmë një herë me pa të drejtë. Por duhet të mendojmë atë që kërkojmë. Por njëri nuk e vënë në veshjen dhe punë e madhe. Se thonë, unë duhet aty ku dua unë. Nuk ka ndonjëherë ku dua unë. Ka ndonjëherë ku do tjetri. Por neve nuk e lejojmë dhe shkatrohemi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër. Tani,
Përpara se të kalojmë, jemi ende tek 2 shenjat e para dhe në fakt më bën përshtypje kjo pjesa e këtyre mundësive që do të ofrohen, por nga ana tjetër dhe gjithë analizës që duhet i bëjmë, të jemi pra mos nxitohemi për të marrë vendimet, më duket interesante dhe mezi pres të dëgjoj çfarë do të kemi për shenjat e tjera. Po në tërësi më pëlqen që do të ketë kjo javë do jetë pra java që vjen, do të jetë një javë që do jap shumë mundësi dhe më duket shumë interesante. Pa çka se jo gjithmonë mundësi të mira, se tham tek Dashi që do kemi ulje për shembull të pagave në këtë rast, ose mund të jetë një shumë e ofruar nga diku, një marrëveshje që mund të kesh bërë më përpara që do jetë me ulje, por duhet marr. Duhet marr. Duhet marr se s'bën. Edhe më bën përshtypje, po e them dhe këtë, po e ndaj që një nga këto gjëra që po diskuton, kam edhe unë një diskutim javën e ardhshme, le shpresojmë që nuk është me ulje. Nuk e di, unë di këtë që kjo është edhe unë e them. Edhe prandaj po të dëgjoj me shumë kurrez. Kjo është kënaqësia më e madhe që njerëzit vlerësojnë na ndjekin, sepse e vuajnë veten e tyre, e vuajnë, e shikojnë dhe vetë. Prandaj unë them, besidoni, po kam drejtë ja them, sepse kur tjetri më beson dhe më ka vlerësuar, unë jam i detyrim. Jo se mund ta them për kaluar minutazh, ose mund të flasim në mënyrë shoqërore. Nuk flasim me një gjuhë tjetër, domethënë. Pastaj në fundit ne jemi gjithë jemi njerëz, jemi njerëz që bisedojmë, shikojmë. Kur e vua një herë, kur e kam vujtur pse ta vuj fëmia im. Kur e di që diçka është ime, pse ta bëj njëri tjetër që është i drejtë, njëri që mundohet djersit dhe të fitoj. Është kështu. Se një fjalë goje apo diçka nuk është gjithmonë para. Duhet ta thush një sekret, thoja që pak e ndihmon. Nuk prish punë, por pak ndihmoje, ai s'ke mundsi. Ne vetë themi gjë që kjo bëhet. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani. Do shkojmë tek një shenjë ajri, ku shenjat e ajrit tani kohë të fundit kanë pasur shumë stuhi dhe kanë pasur qetësira përballë stuhisë para se të vi, por momenti që është tani në këtë javë është java e fundit dhe fillimi i muajit shkurt, kur gjërat do të ndikojnë jashtëmase në fushën e karrierës, por dhe ndryshimet të tjera që do të kemi të njëpasnjëshme në lidhje me çështjet e debateve, në lidhje me komunikimin që ka të bëjë. Komunikimi është baza në lidhje me takimet e punës, në lidhje me vendimet që mund të merren, në lidhje me ndryshimet, por ka një diçka të mirë. Se shenjat e ajrit i diçka që perceptohet, gjëja që kjo është bëhet kështu, por duhet të shikojmë çfarë neve duhet marrim nga kjo e mirë, edhe çfarë duhet ta ruajmë këtë. Atëherë, 10 ditë që parë i shenjës së binjakëve është mundësia dhe momenti i duhur mbi zgjidhjen e një konflikti ose një problematike që mund të keni pasur. Pikërisht kjo javë ju ofron një gjë të tillë, sidomos dita e hënë është një ndikim më i mirë, dita e mërkurë është dita që kërkon vendos, rregullon, stabilizon në anën tuaj dhe kjo është një moment mjaft i mirë dhe është stabilizues mbi çështjet dhe çështjet e vazhdimësisë dhe të korrektësisë suaj. Në çështjet që lidhen me të 30 ditëshet që kanë bëjnë me dokumentacione, ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe gjetur zgjidhje në anën ekonomike financiare në lidhje me karrierën dhe vazhdimësinë dhe jo vetëm. Dashuria duket se lidhjet me virgjëresh dhe me peshk që është diçka shumë pozitive, por me shqiptar është vetjeta. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku shumë gjëra ndikojnë, shumë gjëra arrihen, kur kemi dhe ndikimin e hënës së plotë që ndikohet në një ndikim shumë të madh dhe tepër pozitiv. Guvernatori i Gafores, që është hëna, u jep mundësi dhe kohë të nisin një rrugtim të ri që ndodh në datën 1, ku çështjet që kanë të bëjnë puna, karriera, stabilizimi ekonomiko-financiar, një problem që keni pasur me biznesin, do ta zgjidhni pikërisht tani. Është koha juaj, është momenti juaj dhe do më kujtoni ka diçka, një surprizë shumë e madhe nga mesjava për punën tuaj ose një ofertë shumë e rëndësishme që mund t'ju bëhet. Është mirë që juve ta rishikoni nëse keni mundësinë, ta mendoni dhe të veproni. Është koha më e mirë, nga një herë kur na vjen një moment duke ecur përpara, duke vazhduar në punën, në një punë që bëni dhe zanatin që ke, dhe të jep të vjen një ofertë shumë e rëndësishme, dhe ti atë në thonjse për buzë, sepse nuk e merr, e thua nuk kam kohë ose nuk i thua kur nuk kam kohë, nuk i thua kur nuk më pëlqen, nuk i thua kur që të bëj, hajde të bëjmë bisedojmë 5x5. Jo, por nëse ti nuk të pëlqen, nuk i thua këto llafe, po i thua ndoshta neve bashkëpunojmë dhe është shumë kënaqësi që të bashkëpunojmë, që të jeti diçka që
edhe ti të kesh mundësinë të bisedosh me personin dhe personi të kuptojë që po, është një mundësi. Nuk është një mundësi, ai mund gjetë në mënyrën tjetër sepse kur i thua jo direkt, ti merr negativitetin tënd, merr dhe personin tjetër në fjalë dhe të prishin shumë ekuilibra, po njerëzit nuk kuptojnë. Nuk i vënë re dijes, nuk i vënë re asaj sekondare, them sekondare nga hera. Çështja sekondare është diçka që nuk të kalon, nuk e shef, nuk e bën kur e mendon pastaj holl, merr në telefon, po telefoni është i mbyllur, ose jam i zënë, ose e mbyll, sepse nuk i intereson më ajo çka ti, ai ta ofron me sedër, ta ofron me kënaqësi dhe ti ja përbuz direkt gjithçka. Nuk është ajo, domethënë rregulli i lojës. Rregulli është në bashkëbisedime, ti je korrekt, edhe nëse ti nuk e do. Gjeja mënyrën është si i sëmurit t'ia thush një fjalë akoma më keq, që edhe del domethënë në anën tjetër, sepse nganjëherë kthehet e shkuara tek personi që ja thua, por nuk e kupton njeri. Në lidhje me dashurinë dhe me punën kanë ndikime shumë të mira, po me dashurinë do të thosha unë, bashkënim familjar kanë me peshk. Me peshk të vishit të tretë, ku është koha dhe momenti dhe koha më e mirë e mundshme. Nga fundjava e tutje gjërat janë shumë herë më pozitive dhe shumë herë më ideale në vazhdimsi. Do shkojmë tek shenja e radhës. Që tek një shenjë që ndikohet shumë, tek një shenjë që ka ndikimin me punë, ka ndikimin e reputacionit, ka ndikimin e ndryshimeve të mëdha që rregullohen, stabilizohen, që këta janë luanët. Luanët, drejtësia e tyre nuk matet me forcë, se shumë dëgjojnë për portale të ndryshme dhe shikojmë dhe më thonë që po është breti i Zodiakut, është ku diun. Jo, ka ndikimin më të madh të çështjeve që kanë të bëjnë në lidhje me punën aktuale, por me forcën e trurit. Ka një ndikim shumë të mirë. Dhe mundësitë që kanë të bëjnë, momentet që janë, koha e duhur, në takime, në bisedime, në ndryshime, që keni lidhje me punën tuaj, është momenti më i mirë i mundshëm tani e tutje, dhe kjo është periudha më e mirë dhe tepër pozitive në vazhdimsi. Sepse duke pasur parasysh një çështje pune, juve keni edhe momentin e duhur mbi zgjidhje të çështjeve të mëdha, por juve si luan keni një diçka shumë të madhe në vetveten tuaj dhe e mbani, nuk është çështje inati, që mbani inatin dhe nuk e përfillni pastaj kur vjen momenti juaj të çështjeve që ka të bëjnë, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe dhe tepër pozitive që përfaqësoni mundësinë dhe rëndësinë në kohën e duhur, në momentin e duhur. Çështjet kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë toke, do shkojmë tek shenja e Virgjëreshës. Për Virgjëreshat kemi shumë ndikime, shumë pozitivitet në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet që do të keni në fushën e karrierës suaj. Po, është një moment, po është në të mirën tuaj, nuk ka një problematik ose diçka që mund të themi që çfarë mund të ndodhin ose se mund të vinë gjërat. Por në anën tjetër është një moment shumë i mirë, tepër pozitiv për të zgjidhur çështje problematike, për të arritur qëllimin që juve keni dhe momentet të arta që do të keni tani e tutje. Një nga mundësitë që do të keni në çështjet e ekonomisë, me ndryshime dhe vendime që do të merrni, por nëse disa raste na vijnë disa mundësi për sa i përket çështjeve, për çfarë? Presupozojmë për shembull kemi një punë. Jemi në një punë, kemi një kontratë 5 vjeçare. Dhe ne duhet ta prishim këtë kontratë, sepse kam një ofertë, po më lut ka 3 muaj tjetra dhe unë do të shkoj atje sepse unë do marr 2 fishin. Ky problem është shumë i madh. Nuk e kuptojnë njerëzit se vërtet rendin mas paras, kush nuk e duan të paran, por ama ajo ka nga mbrapa ka diçka tjetër. Është njësoj si punë e ilaçit. Ilaçi vërtet ti e merr ilaçin që ke dhëm dhëmballa ose dhëm diçka, të qetëson, ëh. Por ai va never në gjumë. Nuk ta heq sëmundjen. Atëherë, sepse trupi e ka vet forcën që vazhdon që të luftojë atë që është. Kur e vën gjumë, është njësoj që mbyll kamerat edhe ke, domethënë, që të futet kollaj virusi në kompjuter, nuk e ke të mbrojtur. Por gjithsesi, prandaj duhet pasur kujdes me pak fjalë. Që do të thotë edhe nuk duhet pranuar ajo që luten. Kaq shumë. A kaq i kërkuar pas kam qenë unë drejt, po deri dje nuk isha. Nga tani duke parë punën time. Që unë e bëj kaq mirë atëherë, edhe kërkon që ta heqi nga këtu, ta mbaj sa ta mbaj atje dhe pastaj thot miropafshim. Nikoj që i ka të gjitha gjërat pozitive aty ku punon dhe ndihmesa edhe respektin. Atëherë mos i prish të ekuilibra. Më mirë pak e sak, ju shumë e përlum. Këtë unë ja them sepse ka të bëjnë shumë kjo që për ata që janë mirë ose janë në një punë dhe din shumë mirë nuk i duhet. Po, ndoshta në një kohë të caktuar mund ta rregullojmë edhe mbyll aty. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë
megaforet e 10 diqit parë, me ujorët e 10 diqitet është perfekte dhe koha ka treguar që janë me shumë fat në këtë aspekt dhe mënyra dhe mundësia bën që t'jenë në atë anë që juve kërkoni dhe dëshironi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri ku gjërat janë pozitive, gjërat kanë dhe mundësinë, por edhe rëndësi të veçantë në fushën e ligjit. Pra ata që kanë probleme me ligjin, ata që janë diasporë për shembull, ose është mirë që të trokasen, është mirë që të bisedojnë, sepse është një periudhë tani ku deri dje kemi pasur probleme nga më të ndryshme, ku do dëgjohet shqiptar. Ku do dëgjohet probleme nga më të ndryshmet. Vjen një moment që shqiptarët kanë atë ndikimin dhe sedrën e tyre, zemërgjërsinë e tyre dhe arrin atje ku ata dëshirojnë dhe e duan. Por mos kujtojmë sepse gjithë njerëzit kudo që ndodhen në diasporë ju duan aq shumë sepse punoni shumë, sepse bëni diçka. Jo, ju duan sepse kur respekton dhe jeni të punës dhe jo të fjalëve, edhe jo të gjërave, pra ta flas për që janë të punës, do kenë mundësinë dhe do gjeni një çështje ligjore që do të ndikohet tani në siç po ndodh në fqinjin ton, që për problematikën më të mëdha, po një ligj që thotë, po hajde të punojmë sepse po ikin. Edhe çdo njeri kërkon të vetveten e vet. Pra ata që janë në vende të tjera, po, do jetë një diçka shumë e mirë, por Shqipëria ka për të fituar dhe fitojnë. Por pse peshorët, e them tek peshorët, sepse peshorët kanë dhe disa ndikime dhe Shqipëria ka disa planete shumë që ndikohet tek peshorja dhe mundësitë që jepen. Ka dhe gjë tjetër që do të ndikojë dhe është momenti më i mirë i mundshëm për sa përket kohës dhe momentit të punës dhe të karrierës. Në lidhje me çështjet e dashurisë, duket se lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të 10 diqit parë, me luan të 10 diqit të dytë, kanë ndikime shumë të mira. Por me se ka pasur disa çështje problematike, duke se është megafore. Është mirë që ta rregullojnë dhe ta stabilizojnë. E me që jemi tek çështjet e dashurisë, Jorgo, deri më tani nuk kam dëgjuar për asnjërin nga shenjat për le të themi planifikimin familjar për një pasardhës. Kemi thënë që 2026 do jetë viti i sa më shumë pasardhësve pra. Dhe në fakt nga mesazhet që kemi marrë, kjo e vërteton këtë që ke thënë që kur kemi bërë parashikimin për vitin 2026, shumë çifte janë të interesuar nëse do kenë një fëmijë këtë vit dhe fakti që pyesin do thotë që e mendojnë. Çfarë do të më thuash në lidhje me këtë? Për sa i përket shenjave. Po, por kjo që është një vërtet, një pyetje me vend. Po unë them këtë tjetër që nuk erdhi, kemi dhe javë të tjera neve për çiftëzim. Nuk erdhi ose këtë javë o bjerë vdis. Jo, patjetër që jo, nuk po them këtë, por po them si duke në tërësi shenjat. Në tërësi shenjat ka një ndikim nga shkurti e tutje. Do thuash që pse thua shkurti, sepse është ditë e dashurove, data 14. Njerëzit nuk shiftojnë vetëm data 14, çdo sekond, çdo orë, çdo minutë. Koha, momenti, është 6 muaj i parë që vihen themelet e forta të jetës. Me ndryshimin e rendit botëror dhe natyrës, sepse natyrës i vjen kundra një herë, natyra vjen 1000 herë. Dhe kjo do thotë, ti bësh i fuqishëm me pushk druri, e atëherë tjetër ti vjen me ajër të mbyt. Atë çfarë kuptojmë këtu? Që do të thotë, ti po thua që 6 mujori i parë do jetë, është periudha më e mirë pra për të pasur një pasardhës, për njohjet, për lidhjet dhe kohën e duhur. Vazhdimësia, natyralja është ajo që do të bëjnë, diçka edhe do përfitojnë shumë. Ka diçka shumë të madhe. E di pse e them të madhe këtë, sepse Shqipëria ka pasur gjëra shumë madhore. Pse themi gjithmonë se nga një vend i vogël dalin fjalë të mëdha, ligji i jetës dhe të vërtetat, që ndikohen pikërisht tani. Pse tani po luftojnë kaq shumë? Po luftojnë për blerje, për gjëra. Shikojeni vetë çfarë po ndodh. Dhe ku jemi akoma, është një fillim i historisë ku Shqipëria merrhov, Shqipëria nejse. Do flasim një moment tjetër arsyeën për Shqipërinë, sepse si ndodhin gjërat dhe çfarë ka për të ndodhur pikërisht. Por në rast konkret kemi mundësi që të vinë, këtë e kemi thënë dhe kjo e thënë, jo se e them unë, e thot natyra, e thonë këndet planetare, që duke studiuar Shqipërinë, dhe dalin gjëra që do të ndikojnë, se do t'i lidhësh këtë pazë. Dhe ndikimi që ka të bëjnë, jemi tek peshorët kanë atë, pse them gjithmonë kripa dhe piperi, nuk e them pa arsye, po ka shumë planete që ndikohen, ka shumë momente që rregullohen dhe stabilizohen, dhe kemi dhe mundësinë e artë të çështjeve që kanë bëjnë dhe momenteve që vijnë. Dhe kjo do thotë,
kemi thënë që do vinë të huaj të punojnë në Shqipëri. Dhe shqiptarë nuk diskutohet, dhe këta, po të shikoni, do shikoni me përqindje, në stati, do të shikoni, a ka thënë dhe jo rukët, por unë nuk jam përëndia, asjerës përëndis, gjithë njerëz jemi, por me kësa kam qef astrologjinë dhe studiojve që më thellë në gjëra që duhen thënë e bërë. Në rastin konkret, po e kemi mundësi shumë të mirë të artë në atë që do ndodhi, dhe momentet që më të mira që do të kemi në fushën e dashurisë dhe në fushën e jetës e përditshme mirëqenies që mund kemi, nuk flasim vetëm për qytetin, por edhe vendet rurale ku do keni mundësinë që nuk do ta kuptojnë, edhe për një njerëz që ikin më shumë në vendet rurale, po largohen. Pse? Është rruga, pse po bëhen të gjitha. E atëherë këto ka kërkuar, se po të ishin këto në 90-ën, logjikë do ishte, por gjithsesi nuk është faj i një individi ose disa individëve, është faj i të gjithëve. Po ta marrim si të më qenë, të jap një shembull kështu, të thjesht. Si ta mësosh qenushin e vogël, kur rritet bëhet i madh, si ta mësosh, ato do të realizoj. Duhet ta të mësojmë. Neve kemi mësuar, nuk diskutohet, por kur vemi jashtë më të pastët se nga të pastërtit. Po. Vim këtu bëjmë ndryshimin, sepse jemi në shtëpinë tonë. E qymë dhe shtëpinë tonë, por nga ndonjëherë dhe duhet të shikojmë. Po ta hedhim nga vetja, ta mendojmë, vetveten, atëherë do jemi mirë për tjetrin. Kjo do jetë këtë vitin 2026 dhe në 2039, në 2020. Do jemi më mirë dhe më të dashur me njëri tjetrin. Po kjo po ndodh, çfarë do thoni juve? Ngjojmë lajmet të, ngjojmë lajme shumë lajme gjëra. Jo, nuk ngjojmë lajmet e vitit 2000, e 2010-s, e 2015-s, që kanë qenë, jo, po vjen gradualisht, po mbyllet ai cikli negativ. Dhe tjerë nuk po futen dot, që nuk do donin, sepse shumë njerëz kanë folur, flasin për Shqipërinë, flasin për jashtë, qëtë njeri që mund të bëjt, por do vinë gjërat shumë herë më mirë akoma dhe shumë herë që çdo gjë shkon në vendin e vet. Të falenderoj Jorgo dhe në fakt më vjen mirë që ky viti 2026 do vi me këto gjërat e bukura, familjen, të jetë fokusi aty te familja, pasardhësit, po nga ana tjetër ke thënë dhe që do jetë një vit shumë i mbar për të krijuar një marrëdhënie të shëndetshme, pra për të njohur me dikë dhe për të qenë kjo një marrëdhënie e cila do vazhdoj. Kështu që më vjen mirë dhe për faktin se presim ëmbëlsirat. Po nuk diskutohet. Dhe mezi pres në fakt të kemi një ritelefonat nga shenjat janë. Po, me si pres telefonata, të na ritelefonojnë të gjitha ata që i ke bërë një parashikim për datën e tyre. Po, është kënaqësi dhe kur marri që thonë po, është e vërtet. Kjo të bën i presim. Që ndihesh shumë mirë, sepse kjo është vlerësimi, ndihesh shumë mirë që të hulumtosh akoma më tepër mbi temë të ndryshme, mbi atë që është mbi natyrën, mos flasim për citazi, mos kopjojmë gabimi më i madh që bëhet. Sepse përtojnë të lexojnë, përtojnë të ashtu dhe marrin nga interneti. Në këtë rast, për shembull, kjo që bën ti që i pyet me orë, me datë, vetëm këtu nuk mund të ketë një kopim, kështu që parashikimet janë të veçanta, të personalizuar për secilin prej jush, kështu që ne ju ftojmë edhe një herë, po përfitojmë nga rasti të bëni pjesë çdo ditë e bisedave. Dhe për të mos humbur më shumë kohë, do të kalojmë tek shenjat tjetër. Do marrojmë shenjat. Po, patjetër. Çdo lloj pyetje pa me kënaqësi më të madhe. Po ti marrim pak shenjë se kemi çik si siklet me merak. Se na thon kur vjen fundi i ujojit, pesh i bie 2 llafe më thuaj. Kemi kohë mjaftueshëm, koha për ti. Atëherë. Do shkojmë tek shenja e ujit tani, do shkojmë tek shenja e pasurisë, tek shenja e ndryshimit, tek shenja e vendimit. Kemi shenjën e akrepëve. Për ju që është akrepit, me kësë se guvernatori juaj, që është Plutoni, u jep disa mundësi. Mundësi të arta në fushën e karrierës, mundësi të arta në lidhje me një blerje që do të keni. Ose keni pasur problem, keni dhënë një kapar dikur, edhe s'keni marrë lekët mbrapsh. Edhe juve keni lënë me personin që por nëse ai të thotë që ti mund të jepësh kapar për ta mbajtur deri diku, brenda kësaj ky harku kokor nuk pëlqen, hajde merr parat. Mirë, po ti po vete më përpara se e keni lënë takimin. Dhe ai thotë që kapari nuk jepet. Këtu bie ndesh me disa gjëra. Prandaj është ligji, prandaj janë gjërat. Edhe këto gjëra do mbyllen, sepse nuk ka më, do përfundojnë negativiteti. Se problemi më i madh, energjia, mund ta them këtë, negativiteti më i madh, personi për shembull që e mohon njeriu e drejtë që e ka ndihmuar. Kjo është karma. Për shembull, në kohën që ka nevojë, dhe ti nuk e ndihmon. Dhe ai atëherë që nuk e ndihmon, i kërkon person që nuk e ndihmoi, hajde të ndihmosh. Prandaj thonë, nga ndonjëherë disa gjëra janë të vendosura në kohën e dur, momentin e dur. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm çfarë themi, e të kujdesshëm çfarë bëjmë.
që të kemi, se nuk flasim sot për sot, do të mendojmë dhe për nesër. Po, patjetër. Kjo është patjetër, thotë në këtë moment, çfarë për mbrëmje? Këtë moment ka përfunduar. Dielli ka përfunduar, por nuk del më. Ana shpirtërore për punën dhe karrierën nuk diskutohet, nuk ka ndonjë problem shqetësues për sa përket kësaj shenje, por dashuria duket se me ujorët e 10 diçit parë, virgjëresht e 10 diçit të tretë, është diçka shumë pozitive. Mos harrojmë se me dem është vetë tjetër sepse ka përballë edhe nëse kanë pasur debate, probleme. Nga një anë demi është më shumë i dashuruar, i çmendur në këtë pikë, kurse akrepi në krahun tjetër mendon, sugjeron, pra vendos. Dhe kjo do të thotë diçka që mund përputhen në anën e tyre, prandaj le të shikojnë çfarë bëjnë djem zakonisht. Akrep dem po. Mund bëj dhe binjak. Po, patjetër. Por e kanë dhe si mundësi. Do shkojmë tek shenja radhës, do shkojmë tek shenja zjarrit tani. Do shkojmë tek shenja e shigjetarëve. Çfarë ndodh me shigjetarët? Për shigjetarët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft konkurruese dhe vezulluese në ato çka bën. Në kohën e duhur. Ekonomia, stabilizimi, mundësia, çështja ekonomike financiare se do lidhni një kontratë shumë të rëndësishme juve të shqiptarit, diçka e mirë, sepse disa oferta që ju keni marrë në muajin dhjetor që lan pas, dhe koha që është tani java e fundit e këtij muaji kaq të rëndësishëm dhe jeni të vetëdijshëm për punën dhe për karrierën, për ekonominë, për stabilizimin dhe gjërat që do jenë në pozicionin më mirë planetar për juve, dhe është koha e duhur për stabilizuar gjërat që doni të bëni. Momenti që juve e keni në dorë dhe biles, 10 ditë i tretë ka një ndikim shumë mirë në fushën e dashurisë, me një njohje që do të kenë në fushën e dashurisë, mund ta kthejnë lidhje serioze direkt, sepse është dhe momenti, sidomos shigjetar binjak, shigjetar virgjëresh është diçka mjaft pozitive dhe ndikimi më i mirë i mundshëm të mbajnë të ritëm. Janë ka përcjellë shumë lehtë problematikat që mund ndodhin gjatë rrugës ose problematikat që kanë pasur, është momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur të çështje problematike. Për sa i përket punës, ndonjë të papritur, domethënë kontrata pra, kanë çështje kontrata, çështje të mira të rëndësishme, dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe për të rregulluar ekonominë e tyre. Kanë këtë mundësi. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që ka ndikimin e vet, ka mundësinë e artë në punë, në karrierë, di shumë mirë dhe të stabilizoj punën, dhe të ndihmoj tjetrin, dhe të arrijë në finish aty ku dëshiron, që këta janë britqapët. Për sa i përket britqapët duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi të arta në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet, në lidhje me ekonominë, sepse lidhet shumë me ekonominë, por ana tjetër, ose pozicionimi i planeteve që jep në fushën e karrierës, por gjithashtu ka disa ndryshime, disa vendime që mund t'jepen në kohën e duhur, në momentin e duhur, në zbatimin e gjërave që juve jeni zbatues të ligjit, juve jeni shumë të drejtë për së drejti, edhe pse të tjerët mund t'ju flasin shumë për juve, edhe pse të tjerët jo t'ju prishin terezinë ose disa gjëra që nuk funksionojnë. Por ana tjetër keni mundësinë që juve të drejtoni rol drejtues, të keni mundësinë për zgjidhur çështje problematike në fushën e karrierës, sidomos keni lindur për karrierë, jo jeni në karrierë, dhe kjo ka diçka shumë madhe dhe thot shumë, do të thot shumë për atë çka juve bëni. Në lidhje me çështjet e dashurisë, lidhjet me gafore, me binjak, me peshore, është aja dhe zhëja, dhe çështjet që kanë bëjnë është një moment shumë pozitiv, tepër ideal në gjërat që juve keni. Por ju keni në diasporë, keni diçka shumë madhe, sepse britqapët duket se kanë anën më të mirë të mundshme, periudhën, ndryshimin, sepse disa gjëra që juve i keni është ekonomia dhe stabilizimi ekonomik, e dini shumë mirë ku do të shkoni, çfarë do të bëni, dhe kjo ju ndihmon pikërisht tani e tutje dhe në fillimin e muajit ku do keni shumë mundësira për të zgjidhur çështjet problematike. Në çështjet që kanë bëjnë me një bashkim familjar, do të jetë me peshoret e 10 diçit të tretë, ku është koha dhe momenti, por në anën tjetër me gafore, duket se juve mund bini në ujdi për shumë gjëra në lidhje me jetën tuaj personale dhe çështjet e juaja profesionale. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ndikuese, një shenjë ajri, ku shumë mundësi ka të bëjnë me vazhdimsinë dhe korreksinë e punës së karrierës dhe vendimet që do të marrin, këta janë ujorët. Për sa përket ujorët do duket se tani për tani, edhe pse kanë pasur disa çështje problematike, edhe pse kanë pasur disa gjëra që nuk ju nxjidhen aty ku duhet, por mos harrojmë, shumë planete në shenjën tuaj dhe vendimet që merren në kohën e duhur është një mundësi e artë për punën tuaj. Keni shansin dhe fatin
për shumë arsye, duke pasur parasysh ndryshimin, mundësinë, rëndësinë që juve keni, por njëkohësisht dielli dhe shumë planete në shenjën tuaj, ku gjithashtu dhe Plutoni, që jep recital në atë që do të bëni, sepse keni të bëni shumë me punën aktuale. Disa vite më parë, që keni pasur shumë probleme, gjithçka keni pasur, ose pa drejtësi që janë bërë, pra kjo është karma, tani vjen momenti për të zhvilluar, për të ecur përpara, për të arritur qëllimit tuaj, për të parë atë që juve dëshironi të bëni. Kush është? Është puna, stabilizim ekonomik, familja, blerja që juve ju i mungojnë disi në çështjet e shtëpisë, e gjërave në pamundësi, me vështirësi, po vjen momenti tani i lehtësimit, i asaj çka juve keni të shpirtit tuaj, të pastërtisë tuaj, dhe kjo është veprimi dhe vendimi që do të merrni pikërisht tani e tutje, ku çdo gjë e keni në anën tuaj dhe mundësit janë, sepse ujorët kanë pasur edhe mundësi të tjera për të ndikuar dhe stabilizuar anën ekonomike financiare. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të 10 ditësh të parë, ka të bëjnë me dëm të 10 ditësh të tretë, që mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, ku gjërat do jenë shumë pozitive. Po mos harroni, në bashkim familjar dhe dokumentacione është me luan të 10 ditësh të tretë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, ku vetë ndikimi dhe favorizimi natyra do, që këta janë peshqit, ku u jepet mundësia dhe pikërisht kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme dhe siç kemi thënë në fillim të vitit, ku peshqit po kanë një mundësi shumë të mirë, nuk janë as në maj, as në fund, por as në mes, janë pak më lart se mesi, pra kanë diçka shumë të madhe, mbi 70-80% të gjithë vitit ndikime nga më të mirat mundshme, merrni të mirat e jetës, merrni të mirat ato që juve ju intereson dhe ju takon. Shikoni pak më tutje, mos shikoni tani për tani, sepse ajo tani për tani është sekondare, ajo e nesërme është minut. Pra, shikoni pak më tutje në horizont dhe planet që të bëni të jenë plane afatgjat, por dhe të bëshme. Unë mund të them që ato që më duhet për shembull të bëj një rrugë, do blej biçikletë. Po thashun që unë mendoj që do blej aeroplan apo një helikopter, atëherë duhet pres në shekullin si do vi, pas 5 shekujve, kështu që kjo është e paralizueshme. Prandaj them që duhet të shikoni gjërat ato që janë të bëshme, janë të realizueshme dhe koha tregon që ju jeni me fat në këtë aspekt, por dhe jo vetëm. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, ndikimet dhe ndryshimet që kanë bënë pos të flasim për shembull një shenjë uji. Me një shenjë toke është baza, është ajo që ka themi me themel e jetës dhe e vazhdimësisë. Ajo që do thotë është me virgjëresht të 30 ditët që kanë ndikim shumë të madh të shenjës së peshqive, është momenti më i mirë. Kam pasur një ndarje me dëm të 10 ditësh të tretë ose me shiketar të 10 ditësh të dytë, por duket se tani kjo periudhë që jemi dhe kjo javë shikon, synon, ëndërron për të ribashkuar, sepse për fajin e disa të tretëve kanë ndodhur fenomeni ose ndarja, debati dhe shkëputur. Por ngjitja dhe mundësia është pikërisht tani në lidhje me shiketarin që ndikimin më të mirë të mundshëm që kanë ata. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme dhe të dobishme për gjithë njerëzimin. Unë të falenderoj Jorgo në fakt për të gjitha parashikimet dhe me që kemi pak kohë do të dëshiroja të bëja një pyetje në fakt. 2. Po. Thua shpesh gjatë parashikimeve që bën, i cakton në 10 ditë, i ndan për qenë sa më i kujdesshëm dhe unë doja të bëja një pyetje, sepse dihet je shumë i kujdesshëm kur thua që parashikimet janë të përgjithshme, pra jo specifikisht secila shenjë kur flasim për dashin, jo të gjithë shenjë, domethënë çdo person që i përket shenjës së dashit do ketë to ndryshime. Domethënë pse është kaq e rëndësishme që njerëzit parashikimet kur bëjnë parashikimin javor të mos e marrin si parashikim absolut. Domethënë e kupton çfarë duat po? Unë kuptoj këtë. Më thuaj. Është njësoj që për ta sqaruar në fakt dhe për publikun, se mbase njerëzit që na shikojnë kur dëgjojnë çfarë do të ketë për dashin, por mbase nuk e kanë dëgjuar ndarjen në 10 ditë, thonë se s'më ndodhi mua kjo dhe për të mos lënë këto keq kuptime, po të jap një mundësi për ta sqaruar. Ta sqarojmë më qartë si të kuptojnë njerëzit më qartë. Jemi sëmurë. Po. Por për shpejtësi kohe në farmaci marrim ilaç për të qetësuar dhimbjen. Por kjo e qetëson dhimbjen. Por atëherë ne duhet vend tek mjeku. Na shkruaj çfarë kemi. E atëherë atje, duke bërë analizat e gjitha, gjen çfarë ke dhe të jep ilaçin e duhur. Por të parandalon ama. Ky ilaç që vetë në farmaci. Është njësoj pra që po, kjo ka këtë ndikim, por mirë është që
në bazë do të kesh datëlindje, do të kesh orën, do të kesh gjëra të tjera, pra që të bësh një parashikim të detajuar brenda hartës, pra është harta astrologjike ajo që jep verdiktin se çfarë do të bësh se ku do të shkosh. Kështu pra lidhet dhe 10 diçet dhe shenjat në përgjithësi, por unë ndaj sa të parafrohet sa më shumë në 10 diça, sepse 10 diçet kanë një parafërsim më tepër, për shembull, po të vini re, 10 ditë parë për shembull që lidhet me ekonominë dhe punën, nuk lidhet me dashurinë. 10 ditë dytë lidhet me dashurinë, se punën nuk ka problem. 10 ditë tretë ka problem ekonomik, ka probleme bankat për shembull. Kurse i pari dyti nuk e ka. Pra, kjo i parafron disi, por jo individual, nuk është individuale. Individuale është harta. Do thuash ti po mirë, si mund gjinet harta? Po tani njerëzit e dinë se si funksionon harta astrologjike, dhe e dinë ku mund na gjenë dhe e kuptojnë dhe ku jemi. Kam dhe një pyetje tjetër. Thua gjithmonë që ora e lindjes është shumë e rëndësishme. Po mund të më thuash cili është dallimi midis datës së lindjes dhe orës së lindjes? Pra, nëse do t'i krahasohet cila është më e rëndësishme apo nuk ka një ndarje të tillë? Jo, është e rëndësishme. Është e rëndësishme ora sepse gjithmonë ora është më shumë se sa data. Ora, shikon. Ka një rëndësi. Horoskopi. Ora që lind, momenti që lind. Pastaj është dielli. Në bazë diellit që shenja që i përket kësaj ndikimi, domethënë shenjës X shenje. Por horoskopi është më kryesorja që është. Por çfarë ndodh? Horoskopi, ora pra, ora e lindjes, ngadonjëherë ndodh me të dyja gjëra duhet i dish. Por ka një rëndësi të veçantë edhe shenja, por shenja ka një ndikim nga lindja deri në një moshë të caktuar, për 25 vjeç që njeriu është më i pjekur, pjekuria. Pra aty ndikon edhe shumë horoskopi pastaj. Ndikimi nga aty, çfarë do të bësh, ku do të shkosh, dhe kur shef horoskop për shembull, është luan me horoskop në akrep, e do thotë ai që do merret në një kohë caktuar, ose me pasojë paluajtshme, do merret ose me diçka tjetër biznes të tija, do shkollohet menaxhim biznesi, arkitektura, në role të ndryshme, pra talentet nga njëherë zgjidhen në bazë të shenjës. Po të vini re kur them nga njëherë që po është kaq kohë, sa kohë ka që vite, ka në vitin 2013 për shembull. Thot po, është e vërtet. Pse? Sepse ndikimi planetar atëherë ka ndodhur fenomeni. Pra ka të bëjë shumë horoskopi dhe të dyja kanë të bëjë shumë. Por kur nuk e dim horoskopi, nuk e dim shenjë, marrim orën statike të astrologjisë, sepse ne shqyrzotet kemi këtë në Shqipëri kur lindjen e diellit dhe perëndimin, dim edhe për shembull kur ndodhet jashtë janë në Europë, në vende të ndryshme, se kanë të bëjë. Ai ndikim ka astrologjia, që të kuptojmë, ndryshe lind dielli, do thoni juve kur lind dielli lind gjithë Shqipërinë. Jo, ka aq ndikim në Tiranë, ka aq ndikim në Shkodër, aq ndikim në Elbasan. Pra duhet edhe pikërisht dhe qyteti ku ndodhet është diçka kur kemi, pse themu nga njëherë ku na japin të dhënat të sakta, po është kënaqësi. Se është dashurim vete kur të jep të dhënat edhe kur dashurohesh me punën, është gjëna mos i bësh parashikim. E prandaj të pyeta sepse gjithmonë e përmendesh e quan me shumë rëndësi orën kur ka lindur. Po, je sa më saktë në atë që bën. Po mos kishim dhëna, atëherë nuk marrim dhëna fare, flasim më shumë. E kemi më kollaj, marrim letra dhe e themi dashi. Po, patjetër. E kam dhe një pyetje të fundit dhe do ta mbyllim për sot. Më përmende kur bëre parashikimin e horoskopit që jemi në hënë të plot. Në mos gaboj, po. Pas datës 1 do kemi hënën e plot. Dhe unë i mbaj kështu me shënime tani, se më ke thënë pyetje do më bësh pasi të kemi përfunduar me gjitha shenjat. Dua të di çfarë roli luajnë fazat e hënës për sa i përket parashikimit javor. Domethënë ose parashikimit për secilin, të na specifikosh pak më shumë për çfarë roli luan faza e hënës në këto parashikime. Ne kemi hëna bën ciklin e vet 28 ditë. Po. Këto 28 ditë i dalë në 4 pjesë, për 7 ditë. 4, 7, 28. Në 4 javë, java e parë për shkakun që lind hëna e plot është në të ngrënë. Kur themi 1/4, java e fundit, për shembull që nga hëna e plot përfundon del hëna e re, në javën e fundit bëjmë shumë gjëra që i kemi lënë pas dore. Ka ndikim tjetër. Java e parë, që fillon datën 1 e tutje, që ndikohen shumë gjëra ku neve kemi pasur grindje, kemi pasur debate, kemi pasur probleme, i zgjidhim. Që mos ta kapi hëna e re. Hëna e re ta kapi me dashurinë, me mundësinë, me rëndësinë. Gjithmonë njerëzit që lidhen për shembull me hënë plot. Po. Lidhen me plot ose shkëmbim unazë me hënë plot. Po. Edhe nuk zgjasin shumë. Shkëputen, debatojnë, po kanë kohën ama që ta rregullojnë. Me hënën e re,
Se nuk ka erë funi botës, edhe unë zhije me gruan, jo për sjo tanë, për sjo për jashtë, edhe nga një shikoj, pase duhet bërë dhe kështu, është perfekt. Se duhet, për ne thajmë unë duhet të ndjesh që je vetë, e t'ja thush tjetër, kjo është dikimi më i mirë. Edhe juve, sa e një zënë me njëri unë tuet zemës, pastaj rregulloni. Është regulatorës natyra. Edhe neve kuptojmë gabimet që bëjmë. Që është diçka. Shumë për ne ka shumë faza hana. Kur është hana për martesa, do flasim moment tjetër, kur është hana për shkëmbim unazash, kur është hana kur je njohur, pse kur je njohur? Është një datë njohje, për shembull, sot në orën 12 me shkim parë, janë njohur po pin kafe. Po këtu është diçka shumë e madhe. Atëherë nga ajo, merret datëlindjet, merret kohë që do vej dhe merret kur do bëhet shkëmbim unazash. Janë shumë gjëra që lidhen. Pra edhe te doktori të pyet gjenetikën, të pyet analizat e gjakut, të pyet shumë gjëra që të nxjerr në konkluzion çfarë ke. Unë të falenderoj Jorgo në fakt për gjitha parashikimet dhe për gjitha këto informacione që ndanë me ne. Është shumë kënaqësi si gjithmonë, ju falenderoj gjithju që na jeni bashkuar sot, na keni ndjekur dhe ju uroj një javë sa më të mbarë në vijim dhe shijojeni këtë të diel. Unë ju uroj një të diel të mbarë dhe mos harroni se kjo e diel ka shumë për të thënë dhe shumë për të dhënë. Merrni ato që ju takojnë, se nuk do gjeni pas nesër. Gjithë të mirat.